Pas ndarjes së papritur nga jeta të vëllait të Gjestit, jeta e tij dhe e familjes u përmbys përfundimisht. Në këtë periudhë të errët dhe plot dhimbje, një Gjest i bazakont preku zemrat e shumë njerëzve. Egli, ish partnerja e Gjestit, u pa pranë familjes së tij, duke i qëndruar afër në çdo moment. Pavarësisht ndarjes së tyre, ajo tregoi një ndjeshmëri të rrallë dhe një respekt të thellë për dhimbjen që po kalonte dikur njeriu më i rëndësishëm për të. Në ditët e para pas tragjedisë, Egli u pa në spital dhe më pas në ceremoninë mortore, ku i dha mbështetje nënës së Gjestit, e cila ndodhej në gjendje shumë të rëndë emocionale. Ajo nuk kërkoi vëmendje apo kamera, por qëndroi në heshtje pranë familjes, duke treguar se ndjenja e saj njerëzore ishte më e fortë se çdo keqkuptim apo e kaluar. Ky veprim preku edhe vetë Gjestin, i cili ndonose i thyer nga humbja, u shpreh se vlerësonte shumë praninë e saj. Fansat reaguan menjëherë në rrjetet sociale, duke e përgëzuar Eglin për sjelljen e saj të ndershme dhe për zemrën e madhe që tregoi. Komentet ishin të shumta, ku shumë ndjekës shkruanin se dashuria e vërtet shihet në momente të tilla, kur nuk ka më kamera, por vetëm dhimbje dhe kujtime. Për ta, Egli dëshmoi se, edhe pse lidhja e saj me Gjestin kishte përfunduar, lidhja njerëzore dhe respekti ndërsjell nuk ishin shuar kurrë. Shumë e kanë cilësuar këtë gjest si momentin më të ndershëm të vitit, duke treguar se në botën e showbizit, ku shpesh mbizotërojnë egoja dhe zhurma, Egli dha një shembull të rrallë maturie dhe humanizmi. Madje disa prej tyre kërkuan që dyshja të pajtoheshin, duke thënë se Zoti i bashkon njerëzit me zemër të pastër. Sot, edhe se Gjesti vazhdon të qëndrojë larg vëmendjes publike, kujtimi i vëllait të tij dhe përkrahja e njerëzve që i qëndruan pranë, si Egli, e ka ndihmuar ta përballojë më lehtë dhimbjen. Historia e tyre mbetet një kujtesë se dashuria dhe mirësia e vërtet nuk humbasin kurrë, edhe kur rrugët ndahen.